Jemi në fshatin Lezhë, këtu në rrugën kryesore ku ndodhen 3 hapësira të mëdha të restoranteve, edhe atë të ndara ose veçmas, ose të trija mund të merren nga një qira marrës. Pra jepen me qira, unë sot gadal do t'ua prezentoj të 3 pjesët, jemi tash në pjesën hyrëse të gole restorantit, i cili është edhe gelateria, ku hyhet nga kjo derë, edhe pjesa e restorantit. Unë do të shkoj fillimisht ka pjesa e restorantit, siç e shpjegova. Nëse doni të merrni me qira, mund ta merrni me qira ose vetëm restorantin, ose vetëm gelaterin, ose vetëm sallonin e dasmave. Varësisht kërkesës suaj, edhe mund të merrni gjithashtu së bashku. Edhe me mua ta shohim restorantin. Tani do të shkojmë te pjesa e restorantit. Kjo është pjesa hyrëse, siç ua tregova. Edhe mund të jenë së bashku me gelaterin, regjistroj pjesën andej. Edhe mund të jetë vetëm restoranti, i cili është kështu. Si cila hapësirë dua ta përmendi që e ka të ndarë kuzhinën, pjesën e tualetit dhe gjithçka tjetër. Shihni, ky është restoranti. Kjo është pjesa e bufe, siç e shihni, nuk janë të përdorura, gjithçka është e re, është e ndërtuar engas për t'u dhënë me qira. Shihni dhe pjesën e kuzhinës. Kjo është pjesa e kuzhinës. Gjithçka është në standardin më të lartë e ndërtuar, e pa përdorur, gjithçka e re, e ndërtuar me shumë delikatesë, me aparaturën më moderne, ja siç e shihni. Ky duhet të jetë një frigorifer. Hajde ftone, veni këtë pompën të mine. E ndërtuar është me të vërtet për t'ju lënë pa fjalë. Tash jemi te pjesa e ëmbëltorës, mund ta shihni pjesën e ëmbëltorës brenda, siç përmenda, është e ndërtuar me të njëjtin sistem. Dhe jepen me qira, të shohim kush do të jetë qiramarrësi, është në rrugën kryesore përballë Lukoillit. Kjo është pjesa e gelaterisë, siç e shihni, ka të gjitha standardet e fundit të punimit të këtij objekti, i cili jepet me qira. Shiheni edhe pjesën brenda, teknologjin, pamja, ambienti, sistemi i nxemjes, sistemi i ujit dhe gjithçka tjetër janë fjala e fundit të teknologjisë. Në numrat që i kam shënuar, mund në çdo kohë në WhatsApp të komunikoni për çmimin se sa ju mund ta merrni me qira këtë objekt. E për të gjithë ju që jeni të interesuar për një sallon dasmas me qira i cili nuk është vënë në funksion, por është bërë ekskluzivisht që ta merr me qira dikush, është në 2 kat. Siç e shihni, cilësia e ndërtimit të këtij salloni është një niveli shumë të lartë, është bashkë me restorantin poshtë, gelaterin, mund të jepen me qira, siç e përmenda në fillim të videos, edhe bashkarisht për një pronar, por mund edhe të jepen veçmas secila pjesë e restorantit, sepse ka hyrjen e vet, kuzhinën e vet, toiletet e veta, pjesën e rregulluar të aspektit të rrymës, ujit e gjithçka tjetër, janë edhe si pjesë të ndara, por edhe si pjesë të bashkuar. Shihni se restoranti i bukur është këtu në fshatin Lezhë.